Ka vjuar edhe këtë diel protesta banorët të shtetit Bakstriol në Velipoj nuk munguan për plasjet me forcat e policisë, ku një tër ju i ka rënë të fikët. Banorët vjen në rezistencën e tyre dhe i bën thirrje shtetit të jap një zgjidhje. Shifni që ka kapru Albana Koqiu për me mbrojt Bashkimullën, ndaj fshatarëve të shkret. Ministra ka kapru gjithë policat këtu me mbrojt Bashkimullën ndaj nesh. Bashkimulla që ashtu na vill tokat tona. Bashkimulla me sufçelen kanë thënë në zyrë vet, nuk do na marrë si pushtues, do na marrë si zhvillues. Çfarë ju të bë sot Bashkimulla? Përveç se tu ardhmë na pushtu. A ju të bë gjatë tjetër? Shkjau stërgjyshit tem nuk ja ka baj këtë që jetu na bati sot në tokë tonë. Serbi, Turku nuk na ka baj këtë, me na vill tokën. Ti jetu o ba se ke shtetin mrapa. Por edhe na nuk jena të pafort, se jena me të drejtën e Zotit edhe drejta jonë ka me dalë. Se na mrojmë amanetin e të parve edhe të drejtën, dhe drejta gjithmonë triumfon. Njërin për i din moqave që tentun me kap me zoj rat fikt, sepse u turën ta policat, ta policat që shifni këtu më kanë rëzu, mu që jam femen, pa si police femen më kanë rëzu. I bojmë thirrje Edi Rams e Bashkim Ullës të tërhiqen nga toka jonë, sepse na e kena tokën me letra, e kena tokën me gjitha dokumentat. I lutem Edi Rams, nëse të bien më mirë të bien këtu autoblindat, edhe tanket, sepse këtu ka krizë lufta Serbi-Kosovë. Ta morën vesh Edi Rama, Severia e Severitarët e hjenat e të tyre. Jam shumë e çuditur, nuk di ç'a bëhet këtu. Sot vim prapë të tokat tonë, jam policia thush jena kriminella, thush jena më të fundit e më të marrumit, e jena në tokë tonë, na kanë kapë dhënë tonë, i tash nuk ka 5 minuta, 20-30 policia të tërhiq zvarë, thush është krimineli më i madh. Ç'a bëhet këtu mëre? Ç'a bëhet në tokën tonë? I baj thirrje Bashkim Ullës, t'ja dhenë mendin koks, mos ta bojnë këtë popull me shku në keq. Ti banë thirrje dhe qeverisë, ti marrin dosjet tona ndorë spaku, gjykatat, i bëjmë thirrje shtetit, këtyne kriminella si kena ma shpinet, të shkojnë dhe kapin ata që kanë themos për tokën e rjollit. Mos t'vinë në vjen më kap ne, që na jena në tokë babs, tokë zhyshit, tokë katra zhyshit, e ka deklaru dhe prifti, tokë 300 vjeqare, se i ka pa dhe prifti letrat. Në mbështetjet e tyre ishin dhe qytetarë nga kryeqyteti. Ne rim Tiranë, po jemi me origjinë Mallakastra dhe djali Blonjat. Pra ne jemi njerëz që kërkojmë të mbështesim çdo grup, çdo fshat, çdo qytet që kërkojmë të bien ndjesh me këtë klasë politike oligarke që po fillon të marrin tokat shqiptarëve, që nga Dukati, që nga banorët e zonës Durrësit, dhe tani këtu në Rjoll ne jemi të shqetësuar, ndjejmë dhimbje nga ulërima, nga populli ynë që po bën 80 vjet i diskriminuar. Na vjen keq, duhet të bëhemi bashkë. Kemi ardhur për ju, po sa fat të përkrajmë, jeni të drejtat tuaj, vazhdoni listoni deri në fund, po mirë është të jemi sa më shumë veta, sa më shumë njerëz. Gjithë ju bravo i qoftë, që keni luftoni për një kauzë shumë të madhe. Ne ju mbështesim me shpirt. Banorët e shtetit Bakstriol protestojnë për më shumë se 3 javësh kundër punimeve për ndërtimin e resort turistik në zonën e tyre.